Vëllai ma dhonë një qeniter, banesë, 6-7 katëshe, që shpi që dhonë. Shku me jenë që nërmjezit në vesh qelën, të natyra e mirë, ojri mirë. Jemi në Broboneq të Mitrovicës e këtu po e shohim një agj i cili është ulur në kopshtin e shtëpisë së tij, po shkojmë dhe të marrim një rrëfim ndoshta shumë të shkurtër për jetesën e tij këto. Përshëndetje, a jeni mirë? Mirë. Qysh po kalon? Mirë. Apo më tregon si është një ditë e zakonshme jotja këtu? Vallai, mirë, për mua mirë gjithë. Punëtor i tu shumë konë gjithë. Pak kom punu një 10 vjetë në elektrizikut, tani na qëtër, të shpija që tu. Mirë, tëri 100 vjetë mirë më konë, 100 vjetë e kënena të shka. Jo mirë. Apo më tregon me kënd jeton këtu? Jetoj me djalin Roshitin, djalin e vogël. A janë larguar agj shumë nga Broboniqi të rit? Vallai ju largu fort, badh pak kilometë. Placa konë Broboniqi, 200 ka 60 shpijen Broboniqi, pa e vallai, shërbet 1/3 qpras krejt. E të në po, si. Tash, ja kam si vesh. Në botën e jashme tonë, për ikun, sa për mujnë. Tash edhe pjam shkoj vizat, për shkojnë. A i mungon një trio diçka nga fshati Broboneq? Do me thënë, a i ofron Broboniqi sot kushtet e jetesës? Vallai, kur më mirë që kanë pasë. Rrymen pa, ujqelësin pa, rrugën asfalt pa, të në lagjet, bëtë asfalt. Ka dera shpis asfaltin. Uj pa, rrym pa. Juve, qka ju ka bo me qëndru këto? Do me thënë, a ju pëlqen natyra apo vetëm se është vendi juaj? Pa vallai, që 250 vjeta, 60 i pari junë për Shqipëlije, që i shartë që të, s'kemi lujtë kur për që të ujtë. Këtë ven, vallai, dikush për thotë së, për i thonë vallai ma dhonë një qeniter, banesë, 6-7 katëshe, që shpi që dhonë. Shku me jenë që nërmjezit në vesh qelën, të natyra e mirë, ojri mirë, po dalë për shësin të ka pak, të nënë. A mbledheni si përpara këtu, do me thënë në fshat, a mbledheni ju më të moshuarit si përpara që janë mbledh, apo jo? S'ka të moshuar, valla, një që atje, ma naltë, rrugës për vjetë. Qaj është 90 vjetë i ka. Unë 88 për 89 për shkaj, tjerë tonë njën 3. Aqë në gjendje shumë të mirë shëndetësore që ke për moshën. Shumë gjendje të mirë shëndetësore që ke për moshën. Pa e mirë, valla, e mirë. A mundesh me më tregu ndonjë karakteristikë që dallon fshatin tuaj nga fshatrat e tjerë? Valla, zi. Kështu kjo fshati jënë, po malur është. Qka kultivohet këtu ma shumë? Këtu kultivohet dhe që ta shë kultivohet dhe. E në të kaluarën, qka është punuar më shumë? Toka, me vektori, me bujqësime, qka janë mirë më shumë? Për para, lëp ka pas, dheni ka pas, të në jenë konë, mirë ka dha maqë, në shmisëra që shpejtej tash,
grun, kumbira, 8 tona i kemi vjedh, i kemi pas tunat krejt. Sen që krejt bari. 5 hektar tokë i kom pas, i vetën ju më konë. Krejt i kom punu vetë. I kom liveru e dhjesht e prënder, 5 hektar. Kom punu, kom kosite, kom prashite, kom kena korë për para me drapen. Tërë që dikuna me kosë, kosë që dikur duhet kom baj. Ka da, i kemi lënë krejt. Do me thënë gjitha kushtet e jetesës janë lehtësuar, por trinjt kanë ikur shumë. Do me thënë tash toka ka mbete tëra e boshatisur, apo jo nuk e punon kërkosh? Vëllaj, për para pun ka pas vëll, i dore ka pas vëll, tanë në njërë konë. Që tash me hinë shate brëbënish, si gjonë, ka 35 copa lëpë. Kër i shëshin dhe lëpët, sabah, ja i prushin me njesë që thëshin, tani shëshin mas dite. Me qëllu në rrugë, u dofke me ikë. Shka e rrugë dhe ku, te i ka përsenë se lëmë bëshin që hoja. Zisa copa, as njohesh, që tashin, që zëvijë që është. Plët gjohë u mëshke, atje.